Kryeministri Edi Rama këtë të diel në podcastin e tij Flasim, foli për vizitat zyrtare dhe takimet që bëri me partnerët e tij në Europë. Rama shprehu se qëllimi i takimit në Rom ishte forcimi i marrëdhënieve strategjike me Italinë, si dhe shprehu se Italia ka qenë gjithmonë pranë Shqipërisë. Rama theksoi se pjesëmarrja e tij në samitin në mbrojtje të demokracisë në Barcelonë tregoi rritjen e rolit dhe besueshmërisë së Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Italia ka qenë gjithmonë pranë Shqipërisë, të gjitha qeveritë italiane pa dallim kanë qenë të gatshme dhe gjithmonë të vëmendshme për ta mbështetur Shqipërinë dhe për ta ndihmuar Shqipërinë. Edhe firmosja e marrëveshjes strategjike mes dy qeverive në takimin e mëparshëm të Romës është në të vërtet pasqyra më kuptimplot e faktit se marrëdhënia e cila gjithmonë ka qenë e karakterizuar si strategjike, ka marrë një ngjyrë të re përmes projekteve të bashkëpunimit strategjik. Pjesëmarrja në samitin në mbrojtje të demokracisë dhe pritja nga kryeministri Pedro Sanchez ishin edhe ato pjesë e, sa thash deri pak më lart, në aspektin që Shqipëria nuk është më thjesht e pranishme, por është e besuar, është e respektuar dhe është e vlerësuar. Kryeministri foli për samitin e 4 të diasporës në Shqipëri, duke theksuar rolin e saj si faktor zhvillimi të ekonomisë përmes investimeve dhe dijes, si dhe ndikimi në rritjen e turizmit. Sot është kthyer në një urë lidhjesh shumë konkrete në ekonomi, në dije dhe përgjithsisht në rritjen e ndikimit të Shqipërisë përmes shqiptarëve të saj kudo ku ata ndodhen. Është një realitet që lidhet drejt për drejt, siç thash, me transformimin e vetë Shqipërisë, nga një ekonomi me më pak se 10 miliard euro prodhim të brendshëm, siç ishte ekonomia që ne morëm kur nisëm këtë rrugtim qeverisës, në një ekonomi me rreth 27 miliard euro prodhim të brendshëm, me objektivin për të arritur në 35 miliard euro. Ka 2 milion turist dikur, ku për turist numëroheshin edhe ata që shkonin jashtë dhe kur ktheheshin futeshin në listën e këtyre 2 milione disave, në një Shqipëri që pret 12 milion vizitorë në vit. Samiti i 4 i diasporës në Shqipëri, i mbajtur nga data 13 deri më 15 prill, konfirmoi rolin gjithnjëherë më të rëndësishëm të diasporës si forcë zhvillimi për vendin.